Territori shqiptar për datën 30 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me vranësira të shpeshta dhe rreshje të dobëta në disa zona, ndërsa pjesa më e madhe e vendit mbetet pa rreshje. Paraditja do të paraqitet me vranësira në veri dhe qendër, ndërsa pasditja sjell kthjellime të pjeshme kryesisht në bregdet dhe jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet 1 deri në 3 orë diell kryesisht në zonat perëndimore. Era do të fryjë nga drejtimi veri-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 nëntor do të jetë në orën 6:39 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 13 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 9 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.